Sot në ditën e veçantë të poezisë, Biblioteka Publike e Durrës ka organizuar këtë event ku kemi nxjerrë 300 libra, edhe janë 140 janë poetë durrsak. Është një gjë shumë e veçantë. Unë jam prekur nga nxënës dhe studentë që kemi shumë i pritur në këtë bibliotekë dhe është, si thua, një gjë shumë madhore që edhe të gjithë që të pjesëmarrësit që vinë të prekin nga afër këta poetë. Pjesa më e madhe që ne kishim sot prezent, më tepër janë të lidhur me teknologjinë dhe pothuajse libri është haruar fare. Dhe shpresojmë domethënë që ne ti nxisim që ata të jenë të vetëdijshëm që libri duhet të jetë më shumë pranë tyre sepse është baza, është themeli ku të gjithë nxënësit, e sidomos flasim edhe për brezin e që janë të vegjël, duke u nisur që nga kopshtet, që nga shkollat fillore e deri tek lexuesit e thjeshtë.